Ju përshëndes gjithve dhe faleminderit që më ndjekni. Ju lutem mos harroni abonohuni me pagesë sa më parë që është e mundshme në mënyrë që ne të mund të konsolidojmë buxhet për të zbarkuar në Kosovë me ekip gazetaresk që të hyjmë vendin nga brenda dhe të fillojmë të identifikojmë shumë probleme tjera shoqërore me të cilat fatkeqësisht shumë media nuk janë duke u marrë. Sot do të flas për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që besoj se meriton vëmendje të përqendruar dhe përkushtim njerëzor deri në minutin e fundit të kësaj videoje. Sot do të flasim për fenomenin kur e vërteta vritet dy herë, herën e parë nga krimi dhe herën e dytë nga propaganda. Le ta dëgjojmë fillimisht se çfarë guxon të deklaroj publikisht një person si Hysem Berisha në televizionet tona. Dëgjoni me vëmendje këtë akuzë. E pa unë që me lidhën me fuqiqen. Dhe pastaj mora fjallin në kuadrë të replikës dhe i thash, zonja Paculli, ju spaj duhet me sharue dhe me sharu opinionin publik, në kulearët e të cilit thuhet se Fitore Paculli e ka shtyr nga balkoni, e ka vrar Arvnër Dehajn. Kështu thuhet në të gjitha kulearët e Prishtinës. Kështu thuhet pra, në për kuluare. Kjo është baza mbi të cilën ndërtohet një akuzë për vrasje nga njerëz që pretendojnë se kanë përgjegjësi publike. Por a ju tingëllon kjo histori e njohur? A keni dëgjuar ndonjëherë këtë skenar, sidomos skenarin e hedhjes nga balkoni dhe fajësimit të familjarëve apo bashkëpunëtorëve? Le të kthehemi pas në kohë në janarin e vitit 2013 për ta parë skenarin e ekzekutimit të Hamdi Sopës, zëdhënës të atëhershëm të qeverisë së Republikës Kosovës. Me 29 janar të vitit 2013, Hamdi Sopa gjetet i vdekur pasi ra nga kati i 9 i një ndërtese në Prishtinë. Skenari i parë i cili u përhap menjëherë vinte nga strukturat të caktuara propagandistike dhe mediatike të cilët e nxorën lajmin se Sopa ishte vetvrarë, ose se kishte kërcyer vetë në gjendje të rënduar emocionale. Kur skenari i parë nuk piu ujë tek publiku, filluan të portretizonin dhe të përhapnin thashe thëme se Hamdi Sopa ishte shtyr nga balkoni nga vetë vajzat e tij. Por cila ishte e vërteta e fshehur e këtij skenari? Raportet mjekoligjore dhe hetimet e mëvonshme treguan se Sopa ishte therrur me thikë përpara se të hidhej nga balkoni. Një ekzekutim i pastër politik i paketuar si tragjedi familjare për t'i mbuluar gjurmët e vrasësve. Nuk ka asnjë dallim nga ajo çfarë thot Hysem Berisha sot. Dëgjoje edhe një herë. Ju spaj duhet me sharue dhe me sharu opinionin publik, në kulearët e të cilit thuhet se Fitore Paculli e ka shtyr nga balkoni, e ka vrar Arvnër Dehajn. Kështu thuhet në të gjitha kulearët e Prishtinës. Kjo nuk është thjesht politikë e pist. Kjo është një doktrinë e pastër e stilit rus e luftës psikologjike kundër të vërtetës. Hapi i parë, mjegulla dhe konfuzioni. Sulmohet e vërteta e pastër, vrasja paraqitet si hedhje nga balkoni, duke e zëvendësuar me një teori konspirative aq absurde, saqë publiku detyrohet të diskutojë për absurditetin në vend se të kërkojë përgjegjësi për krimin real. Hapi i dytë, projektimi i fajit tek entitetet që janë të targetuara nga entiteti kriminal që i ekzekuton vrasjet politike. Pra, ndërrimi i roleve. Vrasësit ose mbrojtësit e sistemit kriminal i akuzojnë viktimat ose bashkëpunëtorët e tyre për krimin që ka ndodhur. Pra, përdorimi i frazave si thuhet në Prishtinë ose flitet në zyra për ta futur një gënjeshtër pa pasur nevojë për asnjë provë materiale, duke u bazuar në analfabetizmin funksional të masave që ushqehen me thashe thëme. Por këtu të dashur shikues e ka përgjegjësinë edhe studioja televizive, sepse gazetaria ka përgjegjësi të integritetit të informacionit. Nuk mund të tolerohen të tillë të cilët flasin çdo gjë pa asnjë fakt. Pse i di dhe mund të identifikoj këto operacione taktike të stilit rus të përmbytjes së informacionit apo luftës psikologjike kundër të vërtetës? Me të drejtë ju mund të pyesni. Gjatë punës time si gazetar dhe raportues mbi operacionet e zgjerimit dhe ndikimit rus në ish republikat sovjetike në të paktën 10 vjeçarin e fundit, i kam studiuar këto doktrina në detaje sepse na është kërkuar
nga redaksit e gazetave në Londër me të cilat unë kam punuar si gazetar. Ndaj, edhe sot i identifikoj kaq qartë sepse kur diçka ecën si një pat, flet si një pat, bërtet si një pat, ajo është asgjë më shumë e asgjë më pak se një pat. Këta njerëz si Hisen Berisha flasin dhe veprojnë përpikshmërisht me manualet e luftës psikologjike të doktrinës ruse. Prandaj, përgjigja që Hisen Berisha dhe shpura e tij duhet t'i japin opinionit publik nuk është se çfarë dëgjuan nëpër kuluare apo zyra të thashëthëmeve të qajtorëve të xhelilëve të tyre të shikut vrastar nëpër Prishtinë. Pyetja kryesore është kush ju trajnoi zoti Berisha, kush ju mësoi të aplikoni këto teknika të zeza të luftës psikologjike të Rusisë kundër popullit tuaj. Nga kush e morët këtë zanat të fliqur për t'i shndruar vrasjet politike të orkestruara dhe organizuara nga shiku vrastar në thashëthëme e kuluari. Kosova nuk ju ka borxh më. Ju i keni borxh Kosovës dhe duhet të përgjigjeni një ditë apo tjetër për krejt këtë fliqni që po e bëni.